Të dashur qytetarë të Gjelanit, ju që jeni këtu, edhe ju të cilët e kishit pamundur të hyni në këtë sallë të stërmbushur e që jeni edhe më shumë se kaq këtu brenda, atje jashtë tek shkollët e teatrit, ju faleminderit shumë për këtë mikpritje masive e kaq të përzemërt, përderisa marshojmë bashkë drejt 28 dhjetorit, kur do të shënojmë një fitore të madhe, edhe më të madhe se me 9 shkurt se vjet. Fushata jonë udhëhiqet nga 2 slogane. Në njërën anë themi siguri dhe begati, sepse siguria është edhe mundësia edhe garancia për begatin, por gjithashtu begatia është edhe dobia dhe kuptimi i sigurisë, por në anën tjetër për siguri e për begati, për ma shumë siguri, për ma shumë begati, themi mos lëshope. Qeverisja jonë gjatë këtyre gati 5 viteve i ka pasur 5 çështje kategori e fushvërimtari kryesore, të cilët na kanë bërë qeverisjen padyshim më të mbar e më të mirë në Kosovën e pas luftës. Nënat, fëmijët, veriu, bujqësia, ushtria. Pse ka qenë mundshme që të bëjmë këtë investim të madh në ushtrinë e Republikës dhe për shtresat në nevojë, me qenë se është rritur ekonomia. Rritja ekonomike ka qenë mesatarisht 6% vet, asnjëherë nuk ka rënë nën 4% vet, dhe bruto produktin vendor, të cilën e kemi gjetë 7 miliard në vitin 2021, si vjet është 11 miliard, vitin e ardhshëm bëhet 12 miliard, pra për çdo vit ja kemi shtu ka 1 miliard ekonomisë sonë, e atyre para rendësve tonë u duheshin 3 vite për 1 miliard, që do të thotë se për rritjen ekonomike ne jemi 3 herë më të shpejtë se ata. Rritja ekonomike është përkthyer menjëherë në rritje të buxhetit shtetit. Buxhetin e shtetit në vitin 2021, kur e kena marrë detyrën, e kemi gjetë 2.4 miliard, që na patën lënë dueti atëhershëm qeveritar Hoti Bajrami. 3.6 miliard është buxheti si vjet, pra 50% më shumë. Vitin e ardhshëm, vendimi i parë që do të marrë është ligji për buxhetin 2026. Në legjislaturën e 10 do ta votojmë 2 lexime në kuvend, 4 miliard euro, 2/3 më i madh se në vitin 2021. E tash dashur qytetar, shtrohet pyetja pse buxheti e rritja ekonomike ka qenë mundur. Për shkak se është rrit qarkullimi i bizneseve. Në vitin e parë para pandemik 2019, se nuk mund të krahasohem me vitin 2020 që ka qenë vit pandemik dhe është kurrë ekonomia, e kur krahasoj mandej dalin shifrat e fryra, krahasoj me vitin e parë para pandemik 2019, është 2 fishimi i qarkullimit të bizneseve në sektorin privat. Prej 12.5 miliard në vitin 2019, 25 miliard si vjet. E qarkullimi i 2 fishuar i bizneseve në Kosovë ka shënuar edhe profit të lartë si asnjëherë më parë. Pra ka qenë jo vetëm
qarkullim, po edhe akumulim. Si vjet, 230 milion euro kanë paguar bizneset private tatim për buxhetin e shtetit, me qenë se tatimi është 10%, fitimi i tyre ka qenë 2.3 miliard euro. E para qeverisje son, kur bizneset në përgjithësi nuk i kanë prek 900 milion euro fitim. 2.3 miliard është fitimi i korporatave Republikën e Kosovës për vitin 2025. Shtrohet pyetja tjetër në këtë përgjigje. Pse fituan kaq shumë bizneset? Pse qarkulluan kaq shumë? Si u mundsua një gjë e tillë? Për bindjen time, kjo ka qenë e mundur për shkak se nuk mund ta gjeni asnjë biznes në këto gati 5 vite që nga kryeministri, ministrat, zëvendësministrat ose kabinetet tona në qeverinë e Republikës i kërkon dikujt ndonjëherë ndokund ryshfet para se me fillu biznesin ose haraç për të ndo fitimin me ta në fund të biznesit. Pra, drejtësia, sundimi ligjit, transparenca, antikorrupsioni është shëndruar në rritje të bizneseve, në rritje ekonomike dhe gjithashtu në rritje të buxhetit të shtetit. Andaj edhe kemi pasur dyfishim të eksporteve, kemi pasur dyfishim të investimeve të huaja direkte dhe qeveria jonë është karakterizuar me 2 drejtime kryesore që përbëjnë shinat e binarëve të trenit ton progresiv. E kemi thurë thesin si buxhet të shtetit, e kemi qep thesin si buxhet të shtetit, e kemi thurë gardhin si kufit Kosovës. Këto dyat i kemi bërë bashkë. E dashur qytetar, kur e kemi qep thesin, me gjilpër të vendi ku ishte i shqyer thesi, janë një disa piskama, disa bërtima. E kjo ka ndodhë sepse aty ku ishte thesi i shkym, nuk ishte i shkym thesi vetvetiu, po dikush i kishte gishtat, dikush i kishte duart aty ku ishte shky thesi si buxheti shtetit, e që ne po e qepnim me gjilpër. Pra me gjilpërën ton, ne ja kemi shpu duart, gishtat dikujt që i ka pas aty ku ka qenë thesi i shkym, por ne nuk mund të ndalemi. Ata duhet t'i largojnë duart nga thesi dhe thesi duhet të rritet në mënyrë që të kemi gjithnjë më shumë çka të shpërndajmë dhe pikërisht këtë e kemi bërë në këto gati 5 vjet e do ta bëjmë gjithnjë më shumë në mandatin tonë të tretë. Ja 2 shembuj të thjesht të qepjes së thesit. 11 terminale doganore i ka pas shteti i Kosovës gjithnjë, veç një terminal doganor na kena gjetë të shteti. 10 i kishin pas privatizu. Të shteti terminali doganor në aeroportin ndërkombëtar Prishtinës. Sot që po flasim, 8 terminale doganore i përkasin shtetit, ato 3 që kanë me të privati, krejt kthehen pranverën e vitit 2026, bëhen publike pra të shtetit. Ose tjetra, ndërmarrjet publike qendrore. 17 ndërmarrje publike qendrore i ka Kosova. Kur e kemi marrë ne detyrën, vetëm 2 kanë operu pa humbje. Sot, ma shumë se gjysma e tyre. Në 3 vitet para nesh, 2016-2019,
humbjet kumulative të ndërmarrjeve publike kanë qenë rreth 59 milion euro. A sot fitimi kumulativ është rreth 195 milion euro. Andaj, kur dëgjoni piskomat e bërtimat e sharjeve, ofendimeve, fyrjeve, dijeni që janë për shkak se ua ka shpu gjilpëra e shtetit të drejt, teksa qepte thesin e shkyer, gishtat edhe duart që i kishin aty ku s'dohet. Arsyeja tjetër, pse qarkullimi i bizneseve dhe fitimi i tyre është rritur, janë programet e mençura të financimit që i kemi pasur. Masa 2.1, kush ka ble makineri prodhuese, 20% të principalit kredis të kryegjës ja ka financu shteti. Superpuna për trit, prej 18 dhe 29 vjeç, pagën minimale për 6 muaj e kanë marrë trit edhe trejat në cilën do ndërmarrje që janë punësuar. E këtë do ta vazhdojmë gjithashtu edhe me superpuna për gratë, ku gratë do të marrin pagën minimale për 6 muaj, pagën minimale e këna gjetë 130 dhe 170 euro, rinia ka qenë diskriminuar nëse ishte në 35 vjeç, dhe ne kur e barazum nuk e bëm mesin aritmetik 150 euro, po 264 euro, 350 euro paga minimale është tash, 425 euro bëhet për një janarit, 500 euro bëhet për një korrikut, pra çdo gru e i ri që punësohet prej verës e tutje, 500 euro pagën minimale ka me marrë për 6 muaj si bonus nga shteti në sektorin privat në firmat e ndryshme anën Ballë Kosovës. Dhe kjo rritje e buxhetit dhe ekonomisë son, kemi pas mundësi që ta shpërndajmë të dashur qytetar Gjilanit. Këtu në Gjilan, për shembull, janë nda deri më tash dikund përfitimet për nana dhe fëmijë, rreth 4.000 nana lehona dhe afër 20.000 fëmijë kanë përfituar një herë nga 10 euro, pastaj 20 euro, pastaj 30-45 euro sa janë tani, pra një familje që i ka 2 fëmijë i merr 60 euro në muaj, një familje që i ka 3 fëmijë i merr 135 euro në muaj, 3 fëmijë ka 45 euro, e këto do t'i dyfishojmë në mandatin e ardhshëm. Pra kush i ka 3 fëmijë e më shumë i merr 90 euro për secilin fëmijë. Pra 270 euro i merë për 3 fëmijë, 360 euro për 4 fëmijë, 450 euro për 5 fëmijë, sa ma shumë fëmijë, aq ma shumë shteti ndihmon nënat mbështet familje. Por ne si kemi mbështetur veç nënat edhe fëmijët, ne gjithashtu i kemi mbështetur edhe pensionistët. Ju e dini të dashur qytetar që pensionin bazik moshës e kena gjetë 90 euro. Fillimisht e bom 100 euro, për 4 vjetë, 5 herë pensionistët e kanë marrë mbështetjen e njëhershme nga 100 euro, që i bie që efektivisht e kanë marrë pensionin e 13, këtë do të marrin edhe një javën e ardhshme që i bjen 6 herë për ma pak se 5 vjetë, dhe pensionin e ngritëm në 120 euro, tash është 150 euro, edhe pensioni kontribut dhënës do të rritën, sepse do të rritët ekonomia, dhe të gjithë gjyshërve e gjyshëve, që kujdesen për fëmijët e fëmijëve, ne pritëm besat, aty ku nuk ka qerdhe, e 2 prindrit janë të punësum, do t'ua japim edhe bonus nga 100 euro mbi pensionin e tyre bazik, sepse fëmijët e fëmijëve, ne pritëm besat, nuk janë vetëm antarët familjes, por edhe qytetarët Republikës, që i mbështet shteti i Kosovës, qeveria jonë, qeveria juaj.
Tash ju e pot që kishte ndonjëri I cili na kritikoj, na kundërshtoj. Pse po I mbështesim fëmijët me nga 100 euro para vitit 3 edhe po ashtu të moshuarit mi 65 vjeç. Mirë po dashur qytetar, ne këtë e kemi bërë edhe vjet edhe par vjet. Edhe në vitin 2023, edhe në vitin 2024, nga 100 euro jo kemi ndarë të gjithë fëmijëve të Kosovës dhe të gjithë pleqve e plakave të Kosovës. Pra nga 100 euro nuk është që për herë të parë po e bëjmë në një ndarje të tillë. Por kundrazi, do të ishte pa drejtësi nëse nuk do ta përsërisnim këtë gjë të mirë që ju nevojitet këtyre dy kategorive kaq të rëndësishme për shtetin ton e për të ardhmen ton. Në Gjilan, të nderuar pjesëmarrës, kemi investuar mbi $500.000 euro në transformimin e qendrës së transfuzionit gjakut, e cila rrezikonte të mbyllej për shkak të kushteve dhe gjithashtu edhe në rregullimin dhe modernizimin e depos së bornave. Ajo çfarë duhet theksu është që në mandatin e ardhshëm çdo qytetar I Kosovës do ta ketë një check-up, një kontroll të plot, mjekësor dhe kështu arrim edhe të kemi mbikëqyrje shëndetësore për gjithë popullsinë, por edhe të parandalojmë sëmundje të ndryshme. Tash janë bërë 1 vjet e 2 muaj që ligji për sigurimet shëndetësore ndodhet I bllokuar në gjykatën kushtetuese dhe por sa ta marrim dritën e gjelbër, ne do të fillojmë me zbatimin e ligjit për sigurimet shëndetësore, por në seancën e fundit kuvendit gjithashtu nuk u ndon për shkak të obstruksioneve të opozitës 20 milion euro për sistemin informativ shëndetësor, nuk u ndon 20 milion euro për qerdhet, nuk u ndon 90 milion euro mbështetje për buxhetin e Kosovës, përveç se nuk u votua plani I rritjes Bashkimit Evropian në shumën prej 880 milion euro. Pra gjithsej mbi 1 miliard euro. Ju keni dëgjuar shpesh duke thënë masat e Bashkimit Evropian. Masat e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës kanë qenë gjithmonë të padrejta dhe më në fund u hoqën ndonse me vonesë. Por masat e padrejta ndaj shtetit Kosovës prej opozitës kosovare nuk janë hequr, po ato mund t'i hiqni ju me datën 28 dhjetor. Atëherë kur do t'i drejtoheni kutive të votimit, one kanë Gjilanit e one mbon Kosovës, dhe numrin 106 do t'a bëni fitues të zgjedhjeve. Do t'a ndërtojmë spitalin e rit Mitrovicës të Ferizajt, poliklinikat specialistike në Drenas, në Sharm, Podujev, Vitin, Raoves dhe Leposaveq, si dhe poliklinikat specialistike stomatologjike në Prishtinë, në Gjilan, në Gjakov, në Pejm, Prizren, Mitrovic, Ferizaj dhe Podujev. Do të ndërtojmë rrjetin e laboratorëve publik për të gjitha llojet e analizave. Lista e bornave esenciale do të jetë mbi 100 milion euro, na e kemi gjetë 24 milion euro, e kemi ngrit në 63 milion euro, I kena shtu edhe 7 ilaçe tjera në listë, edhe 6 milion e gjys për smundjet rrolla dhe nga vetëm 20% sa janë mbulu nga shteti lista e bornave esenciale prej 120 milion euro sa blejmë borna ne prej vitin vit, do të kalojmë mandatin e ardhshëm së paku 100 milion euro, pra mbi 83% të bornave që I paguajnë qytetarët e Republikës Kosovës në vit, do të paguhen nga shteti dhe shtesë do ta kemi edhe një listë të bornave të rimbursueshme që kushdo që I blen ato borna do të mundet të shkojë të marr parat nëse ai ilaç ndodhet në atë listën përkatëse. Në spitalin e Gjilanit
I kemi ndarë 8 milion euro investime, me to të transformojmë repartin e kirurgjisë, ginekologjisë, emergjencës dhe intenzivës dhe do të ndërtojmë një aneks të ri për radiologji me aparatura treja bashkohore. Spitali i Gjilanit do të jetë qendër spitalore në shërbim të pacientëve nga Gjilani, nga rajoni Anamoravës, por edhe shqiptarëve, motrave e vëllezërve tonë nga Presheva, Medvegja e Bujanovci, si dhe atyre nga Kumanova. Në Gjilan do të kemi fokusin ton për të siguruar ujë të pishëm nëpërmjet digës së Firajës. Diga e Firajës në Shtërps do të furnizoj edhe Gjilanin me ujë. Unë e di që këtu e keni akumulimin liçenin e Prelipnicës, por do t'i bashkangjitet edhe rezervari i Firajës për qytetarët e Gjilanit që të kenë ujë, bujqësia, anvisria e industria. Mandati arshëm do të jetë mandati 5 digave të reja, se Kosova jonë e dashur është si një pjatë e kthyer përmbys ku burojnë lumejt, po me shpejtësi dalin jashtë në 3 detra derdhen, Adriatik, të Zi dhe Egje. E tash duhet që me rezervaret ujit, me diga, ne ta grumbullojmë ujin që na nevojitet për jetë dhe për zhvillim. Diga e Kuqicës në Skënderaj, diga e Pollatës në Lap, diga e Firajës në Shtërps, do ta kemi edhe digën e Desivojcës në Kamenic, si dhe Dragaçinës në Suharek. Studimet e fizibilitetit janë kryer, pra 5 diga do t'i ndërtojmë e për 4 të tjera do ta kemi studimin e fizibilitetit. Në komunën tuaj të dashur qytetar, i kemi gjetë veç 4 qerdhe publike. Po i bëjmë 10, 3 tashmë janë përuruar, 2 janë gati dhe presin që së shpejti të funksionalizohen dhe ne është në ndërtim e sipër dhe brenda pak muajsh do të përurohet. Qerdhet janë teje të rëndësishme, sepse mundësojnë zhvillimin e hershëm intelektual të fëmijëve, por në të njëjtën kohë janë një avantazh për karrierën e tyre profesionale nesër pas nesër, siç kanë dëshmuar studimet të panumërta. Kosova i ka 108.000 fëmijë prej 1 deri në 5 vjeç, edhe i ka 20.000 fëmijë prej 5 deri në 6 vjeç. Këta që janë prej 5 deri në 6 vjeç, ne synojmë krejt me qunë qerdhe. Edhe do t'japim bona për prindrit që aty ku nuk ka qerdhe publike, të mund t'i qojnë në qerdhe jo publike private, por gjithandej do të përpiqemi të ndërtojmë sa më shumë qerdha, ose t'i adaptojmë hapësirat e ndryshme, ose t'i renovojmë ato. Për 4 vjet e 9 muaj sa jam kryeministër, 74 qerdhe të tilla janë bërë në Kosovë, a ata para neve për 17 vjet veç 4 qerdhe që pe i bjen asnjë qerdhe në mandat. Ata asnjë qerdhe në mandat, na shtalë se 4 qerdhe për 4 vjetë në 9 muaj, që kur ta krahasojsh të dashur qytetar, na jena 66 herë më të shpejt sa ata kur vjen puna të ndërtimit të qerdheve, e 66 herë më të shpejt sa ata i bjen që ato që ne e bëjmë për një vit, i bjen që ato të cilën ne e bëjmë për një vit, aty në tjerëve ju duhen 66 vjet. Pra, një vit është kur rritet foshnja, edhe mas nej, prej kur bëhet një vjet mundet me shku në qerdhe, a 66 vjet i bjen një vit edhe mas pensionimit. Ja pra, çush është krahasimi i qeverisë sonë me ata tjerët kur vjen puna te ndërtimi i qerdheve. Stadiumi i qytetit po merr formë çdo ditë më shumë, që kur i kemi zgjidhur telashet me kontrata dhe kanë rifilluar punimet në terren. Tash nuk është më çështje apo bëhet as po bëhet, po edhe sa po bëhet. E me intensitetin e punimeve do të bëhet shumë shpejt.
Përveç stadiumit, sallën e sporteve po e renovojmë. Thellësisht, ndërka që këtë javë i kemi shkëputur kontratat me 4 lote ose segmentet autostradës Prishtinë-Gjilan, që i kemi trashëguar nga e kaluara, me kontratat e reja që do t'i lidhim, punimet do të ecin mbar e shpejt. Shembull e keni rastin e stadiumit futbollit, ose shembull i keni edhe urat në Mitrovic, kur fillojmë me planin ton, përgatitemi mirë dhe ekzekutimi është rapid. Të dashur qytetarë të Gjilanit, po ashtu këtu do të ndërtojmë kompleksin e banimit përballueshëm social. Të përballueshëm janë 57 banesa për çifte të reja dhe për banim social janë 14, gjithsej 71 punimet ja kanë nisur nga mesi i këtij viti. Gjilani gjithashtu do ta ketë edhe ngrohtoren e qytetit. Gjilani do ta ketë ngrohtoren e qytetit, ngrohje me kosto të përballueshme, më e pastër dhe më e sigurt. Ky është një nga investimet më të rëndësishme për mirëqenjen e familjeve, shpenzimet mujore dhe për kursimin e energjisë elektrike. Në mandatin e ardhshëm do të kemi Në mandatin e ardhshëm do të kemi 2 fishim të kapacitetit dhe të mbulueshmërisë së ngrohjes qendrore, me rast termokosit konkretisht në Prishtinë do t'ja shtojmë edhe 50 MW, por do të kemi 2 fishim të kogenerimit në termocentralin Kosova B nga 140 MW termal në 280 MW, si dhe njëkohësisht do të kemi edhe një kogenerim nga termocentrali Kosova A, i cili do të rehabilitohet e që do të jetë në kapacitetin prej 200 MW termal. 150 milion euro do t'i ndajmë për eficiencë të energjisë, izolim të shtëpive, shkollave, spitaleve, sallave sportive dhe ndërtesave të ndryshme publike. Përveç se ujësjellës, për ujë të pijes, për ujë të ujitjes dhe ujë për industrinë, do të merremi me prioritet me kanalizimet anë mban Kosovës për fshi dhe Gjilanin. Kudo që ka një fshat të madh që nuk trajtohen dot ujërat e zeza, do të ndërtojmë një impiant të vogël. Pra, në një fshat të madh ose në një grumbull fshatrash, impiantet e vogla janë zgjidhje për problemin me kanalizime anë mban Kosovës. Për studentët, do ta dyfishojmë numrin e bursave. Janë ofër 20 milion euro që i kemi nda për 18.000 bursa në këto 5 vite akademike. E pararendësit tonë për periudhën e njëjtë, 5 vite akademike më herët, vetëm 4.000 bursa. Ne 18.000 bursa për 5 vite akademike, ata 4.000 bursa për 5 vite akademike, që do të thotë se as qerekun e bursave që kemi ndonë. Ne, e në mandatin e ardhshëm, e dyfishojmë buxhetin për bursa për student, me që rast do t'ju ndajmë edhe studentve që studiojnë në sistemin universitar jo publik, përkatësisht në kolegjet private. Do ta kemi edhe biletën e integruar të transportit publik anë mban, ku trafiku urban edhe ndërurban mundson që çdo qytetar i Republikës të udhëtoj me vetëm 10 euro në muaj kudo nëpër Kosovë. Këtë do ta subvencionoj shteti. Për studentët do ta bëjmë edhe programin mobiliteti i studentëve, i cili nënkupton sa më larg që studentët studiojnë, aq më shumë do të mbështeten financiarisht. Për shembull, nëse një student i Zhegrës, është i Zhegrës në i kushtu? Një student i Zhegrës
studion në Universitetin Publik në Gjilan, Kadrizeka, atëherë do ta merr një mbështetje financiare. Nëse shkon me studiu në Prishtinë, në Universitetin Publik Hasan Prishtina, mbështetja financiare do të jetë më e madhe. Nëse shkon me studiu në Mitrovic, Isa Boletini, mbështetja do të jetë edhe më e madhe. Sa më larg që studion studenti nga vendi ku banon, aq më shumë do ta ketë mbështetjen e shtetit të tij e të saj. Termocentralin Kosova B kemi investuar mas shumë të nëjherë, 58 milion euro, dhe kemi kapacitet shtetës pej 35 megawattve, me që rast është rritë dhe jetë gjatësia, do të modernizojmë termocentralin Kosova B, do të rehabilitojmë thellësisht termocentralin Kosova A, do të vendosen filtrat, kapaciteti do të rritët për 20%, prej 800 në fakt pej 610 megawatt në 855 megawatt, dhe ndotja do të ullet shumë fish, po njëkohësisht do të ndërmarrim edhe projektin për gasifikimin e Çmyrit, në mënyrë që të kemi energji të bollshme dhe sa më të pastër që mundemi. Problemet me furnizim me energji elektrike, të dashur qytetar, nuk kanë të bëjnë me gjenerimin, nuk kanë të bëjnë me kekun, kanë të bëjnë me operatorët e shpërndarjes e të transmisionit. Po ju e dini që këtë gjendje ne e kemi trashëguar prej atyre që shitshin ma lirë se badjava dhe privatizojshin edhe shpërndarjen e furnizimin, me që rast i patën shit këto për 26 milion euro, thu se bëhet fjalë për skrap, se jo për kapacitetet të jashtëzakonshme për furnizim edhe të përballueshëm edhe të qëndrueshëm me energji elektrike për qytetarët e Republikës, por do ta kalojmë edhe këtë vështirësi. Mandati i ardhshëm do të jetë gjithashtu mandat edhe i kapaciteteve të reja energjetike, përveç se mandat i digave të ujit e i hekurudhave të reja. Do të kemi edhe gjenerim nga burimet e ripërtrishme të energjisë, që do të shtohen 126% të burimeve me erë, nga 135 megawatt në 305 megawatt, dhe ma shumë se 8 fish nga dielli, prej 30 megawatt sa i kemi tash në 250 megawatt fotovoltaike pra me diell. Do të bëjmë edhe ndërtimin e kapaciteteve bashkë me Shqipërinë dhe baterit të cilat i kemi marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, programi i sfidës së mijëvjeçarit, programi kompakt, 170 megawatt është kapaciteti, ndërka që 340 megawatt orë për 2 orë është energjia që akumulohet. Këto e rrisin stabilitetin e rrjetit, e ulin kostën e shërbimeve, ndihmëse mundsojnë mbushjen jashtë pikut të konsumit e përdoren për energji gjatë pikut të konsumit, dhe në këtë mënyrë kapaciteti rritet 100%, burimet e ripërtrishme të energjisë dyfishohen në 20%, 30% eksportohet dhe për konsumatorët e shërbimit universal vetëm 7% import do të kemë. Dhe mos të harrojmë gasifikimin e linjit të Çmyrit, kur këto i bëjmë që të gjitha bashkë, atëhere vinë në pikën në të cilën mandati i ardhshëm pra do të jetë edhe mandat i kapaciteteve të reja energjetike. Të dashur qytetar, mandati i ardhshëm do të jetë edhe mandati i hekurudhave. Hekurudha që lidh aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, Adem Jashari me kryeqytetin, hekurudha që lidh Prishtinën përkatësisht portin e thotë të Prishtinës me Durrësin, përkatësisht portin e ri të Durrësit, dhe gjithashtu hekurudha e cila lidh Gjilonin në njërën anë me Bujanovsin e në anën tjetër me Ferizajn edhe me Prizrenin.
Po ashtu, do ta kemi edhe koridorin 10 nga jugu në veri, Leshak, Fush Kosovë, Hanjelezit, Leshak, për brenda do ta ketë Mitrovicën dhe Fush Kosovën. Pra nga jugu në veri, nga Hanjelezit në Fush Kosovë, në Mitrovicë e deri në Leshak. Hekurudhat janë transport i gjelbërt dhe janë shumë të rëndësishëm për rritjen e qarkullimit dhe po ashtu për qarkullimin më të lehtë edhe të udhëtarëve përveç se të mallrave. Të dashur qytetarë, të nderuar pjesëmarrës, lista jonë është listë e dijes edhe përgjegjësisë për të realizuar të gjitha këto dhe jo vetëm, neve na nevojitet mbështetja masive e juja të dielën e 28 dhjetorit. E përveç juve që jeni këtu, na duhen edhe kojshik e kolegët, na duhen edhe dojat, e tezet, e hallat, e agjallort, kushërit e afërt e të largë, gjithë juve që jeni këtu, me qenë se mbështetja kësaj radhe, me 28 dhjetor, dojmos duhet jetë ma e madhe se me non shkurt, se nuk po mjafton në Kosovën tonë dashur që të fitojmë. Duhet të fitojmë shumë që të fitojmë. Ju e keni pa në këta mujt e vitit 2025. Njëherë thanë, nuk e votojmë as raportin e komisionit për verifikimin e mandateve. Dhe thua se nuk do ishin që të bohën as vetë deputet. Masa ne i thanë, nuk e votojmë Albulenën. Masa ne i thanë, nuk e bojmë votimin e fshet. Mas ne i thanë, nuk e votojmë as Donikën. Pastaj thanë, nuk e votojmë Hekuronin, nuk e votojmë Arbrien, nuk e votojmë as Dimolin që e votun herën e dytë. Mas ne i thanë, nuk e votojmë Albinin për kryeministër, se ky ka fajt krejt për çka i ka gjetë ata. Dhe kur unë u zëvendësova me Glaukun, thanë, jo nuk bën as Glauku. Pra, është shumë vështirë me ro taman kësaj opozite, po taman ju muni me bo me datën 28 dhjetor të fitu vetëvendosja Partia Guzo, Partia Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane mbi 50%. Në listën prej 110 kandidatëve, i kemi 13 doktor shkencave, i kemi 7 mjek specialist, i kemi 61 profesionist me master, pra dije e thellë, përvojë konkrete për shërbim e përgjegjësi publike e shtetërore. 15 janë veterane e veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ata e kanë përjetuar lirin si sakrifis e jo si privilegj. Dhe ata nuk janë vetëm lavdia jo nga e kaluara, po njëkohësisht edhe shansi për zhvillim në të ardhmen. Kandidatët janë prej 24 vjeç deri në 78 vjeç, mosha mesatare është 44 vjeç. Kemi dashur që t'i bëjmë bashkë guximin dhe energjinë rinore me urtësinë edhe përvojën e moshës mesme dhe të shtyrë. 39 gra i kemi në listë, forcë reale, jo numër formal, dhe 24 profesionist janë të ekonomisë e të financave, 17 janë shëndetësisë të mjekësisë, 24 janë të shkencave sociale, humane, politik e diplomaci, 47 janë ish deputet, 16 janë ish ministra, 37 garojnë për herë të parë. Kjo është oferta ma e mirë historike, jo vetëm kësaj radhe, për Kuvendin e Republikës dhe mandatin qeveritar në vijim.
kjo është listë për shtet që funksionon, e në ekipin e kandidatëve tonë, të cilën do ta kishte zili çdo kush, po i përmendi edhe ata që janë këtu nga Gjiloni, Luana Liu, Arjeta Regjepi, Arbresha, Hyseni Kryeziu, pastaj zëvendësministja e diasporës Liza Gashi, Labinote Demi Murtezi, Albert Selishta, Eliesa Rashiti dhe Besnik Shala. Por gjithashtu i keni këtu edhe Shqipe Mehmeti Selimin dhe artisten Adriana Matoshi. Në mbledhjen e ardhshme të qeverisë së Republikës me ta marrë mandatin, me njëherë do të miratojmë buxhetin 4 miliard euro për vitin 2026, pastaj do ta procedojmë ligjin e ri për çmime tavan, sepse të dashur qytetar janë bërë ma shumë se 2 vjet e 1 muaj që gjykata kushtetuese na ka rrëzu ligjin për çmime tavan për produkte bazë. E ne do ta rikthejmë atë. Tjetra, procedimi i ndryshimit plotësues të ligjit në bazë të cilit do të mundsojmë që veteranët e UÇK-s të mos kenë nevojë të zgjedhin a beneficionin apo punësimin. Do të mund të kenë të dyja. Tash që është përmbyllur gati çështja e listave të fryra të veteranëve në proces gjyqësor, ne mund të ecim më tutje dhe veteranët e UÇK-s ta kenë edhe këtë pensionin, beneficionin, por edhe të mund të punojnë, meqense shumë prej tyre duan të punojnë e janë ende të ri që të japin natyrisht kontributet mira për vendin tonë. Për të gjithë punëtorët në administratën shtetërore, sektorin publik, do ta miratojmë një vendim të veçantë në mbledhjen e parë qeverisë që paga e 13 të mos jipet në fund, po në fillim. Pra, shërbyesit publik, kur vjen puna te çështja e pagës së tyre, nuk do të numërojnë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, po do të numërojnë 1, 2, 13, paga e 13 në fillim të vitit. Do ta miratojmë pakon për përballje me inflacion 2.0 me vlerë prej 200 milion eurosh, e cila përmban në njërin anë mbështetjet njëhershme për pensionistët, fëmijët, punëtorët e sektorit privat e studentët, pra ata që marrin shtesa e përkrahje, dhe e dyta është rikthimi i skemës për subvencionimin e kursimit të energjisë elektrike. Kush kurson energji elektrike shpërblehet. Kush do që tregon që fatura e muajit, le të themi nëntor 2025 është më e ulët se ajo e vitit 2024, do të shpërblehet. Do ta krahasojmë në mandatin e ardhshëm çdo muaj viti me muajin e vitit paraprak. Dhe ky është një vendim me të cilën e fillojmë vitin 2026, e nga kjo do të mund të përfitojnë mbi 200.000 familje kosovare. Për të ecur përpara marrë mirë 1 miliard euro për prodhimtarin. Kush do që investon në prodhim? 1 miliard euro garanci nga shteti, mos me pas më nevoj kur shkojsh në bank me marrë kredi, me lonë palujshmëri tokën stërgjyshore si hipotek. Hipotek e keni shtetin e juj, garanci për kredin me cilën investoni dhe prodhoni, zgjeroni produktet e juja dhe e rritni punësimin. Në veçanti 100 milion euro në bashkëpunim me Fondin Kosovar për garantimin e kredive, dritarja e investimeve të diasporës, se bashkëdhetarët tonë na janë ankuar që kur po duan të investojnë në Kosovë, me shku në bankë Zvicrës atë Gjermanisë, me lyp kredi, thojnë, po të kime investu në Kosovë, s'kime investu në Gjermani, Zvicrë, nuk ka kredi. Kur vinë këtu, ju thojnë, po ti e biznes fillestar, si startup, nuk ka kredi. E tash e tutje do ta kenë 100 milion euro dritarën për investimet e diasporës, garanci për kredit që do t'i marrin dhe investimet që do t'i bërë.
Por përveç 1 miliard për prodhimtarin, përveç që së paku 1 miliard shpenzime kapitale për çdo vit, e viti I kaluar ishte rekord, 654 milion, 1 miliard edhe për ushtrin e Kosovës. Unë me qef nuk kisha investu në ushtri, po është domosdoshme për ta ruajtur integritetin territorial, për ta mbrojtur sovranitetin shtetëror, paqen, sigurinë dhe progresin që e kemi arritur. Është domosdoshme ta kemi ushtrinë e fortë. E këtu I kemi pra 1 miliard euro për 4 vjeçarin e ardhshëm për ushtrinë e Kosovës. Konkretisht, 2207 ushtar, oficer e non-oficer I ka pas FSK-ja kur unë kam marrë detyrën pranverën e vitit 2021. 2207 pjesëtar. Sot I ka mbi 4800. Plus e kena hjek tavanin prej 5000 pjesëtarve. E kena rrit moshën prej 23 në 25 vjeç. Para nesh, ajo qeveria e Panit 2018-2020 as 4 milion euro për armatim. A din çfarë armatimi ka pas ushtria e Kosovës? Ka pas vetëm revole Glock dhe pushk Heckler. Veç të dyja I ka pas. Ndërkaq tash janë mbi 40 sistemet armatimit në investimet që I kemi bërë mbi 430 milion euro. E në mesin e këtyre 40 sistemeve të armatimit të dashur qytetar I kemi 3 lloj: fluturokesh, luftarake, pa pilot. Puma dronat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dronat TB2 Bayraktar nga Turqia dhe dronat Skydagger kamikaze po ashtu nga Turqia. E lloji 4 I dronave do të jetë made in Kosova, se do ta kemi edhe fabrikën për prodhimin e dronave. I kemi 4 sisteme së paku të armatimit antitank. E kemi sistemin antitank Javelin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kemi sistemet nga Turqia Har 66 dhe Omtash, dhe kemi atë nga Gjermania Panzerfaust 3. Tash një qytetar më pat kritikuar, më tha që nuk mujna me thonë bash ushtri derisa s'ka tenka. Të dashur qytetar, tenkat kanë munguar në luftën e parë botërore, tenkat kanë tepruar në luftën e dytë botërore. Është koha e sistemeve moderne të armatimit, jo e tenkave. Unë e di që Serbia ka tenka, por mbesoni, neve nuk na vynë tenkat, po me sistemin antitank që e kemi na, se vynë as servis. Ajo çfarë do të bëjmë në mandatin e ardhshëm është fabrika e municionit. Se lufta në Ukrainë e popullit liridashës kundër Rusisë hegemonike e agresore ka dëshmuar që paraja blen shumë shka. Unë kur s'kam besu që blen gjithë shka. Paraja blen shumë shka. Por ka diçka që kurse se blen kur të vinë mas shumëti, municioni. Edhe ata që kanë nuk ta shesin, sepse gjithë duan ta kenë në rezervat vetat. Prandaj neve na duhet fabrika e municionit, do ta kemi në Jahoc të Gjakovës dhe fishekat e parë do të prodhohen në fund të vitit 2026. Pra në fund vitit 2026 do të dalin fishekat e parë pe fabrikës së municionit ton në fshatin Jahoc të komunës së Gjakovës. I kemi rreth 300 graje vajza në ushtrinë e Kosovës, e kemi ndërmend me i bonja 1000 dhe në fund mandatit, por përveç kësaj ta kemi edhe rezervën vullnetare. Rezervistat vullnetar, ata që vullnetarisht dëshirojnë të bëhen rezervista,
ma pak se 4 javë bjen me i kry do ushtrime bazike për përdorimin e armatimit, dhe më pastaj 2 javë në vit, 1 javë dimrit, 1 javë verës, ose 8 vikende për gjatë vitit, me çrast secili rezervist vullnetar do ta ketë uniformën, pajisjet, çizmen edhe pushkën. Po jo në shpi, në kazerëm të FSK-s, se mjallon shpi mos po entuziazmohet me kush, edhe ti si rezervist vullnetar do ta dish adresën kazerëm të FSK-s, se ku e ke pushkën, po edhe ata do ta dinë se ku je ti në rast të konfliktit armatosur. Do ta bëjmë edukimin mbi sigurinë në për shkollat e mesme dhe në për gjimnaze, sepse rinia jonë është vërtetuar që shumica dërmuese nuk janë gjendje ta japin suksesshëm në mënyrë efikase ndihmën e parë, nuk janë gjendje për shembull ta bëjnë daljen e gjakderdhjes së dikujt që është i plagosur. Tash njeriu se një herë thot po unë muj me këshyr në YouTube, po mund të mos me pas internet. Edhe desa të këshyrsh në YouTube mund të me qenë vonë për ato që po gjakderdh se është i plagosur. Pra edhe në rast të fatkeqësive natyrore, edhe në rast të konfliktit armatosur, edukimi mbi sigurinë në shkolla, plus modeli i Finlandës dhe i vendeve baltike, mbrojtja gjithëpërfshirëse, secili qytetar në rast rreziku, qofshin tërmetet, vërshimet, zjarret, apo lufta e armatosur, do ta di vendin dhe funksionin që do ta ketë. Në këtë mënyrë ne organizohemi për mbrojtjen e gjithëmbarshme, e në qendër të saj e kemi ushtrinë e Kosovës me komandant general lejtnant Bashkim Jashari. Prandaj dozë qytetar, shumë është e rëndësishme votimi masiv, mobilizimi i të gjithëve me datën 28 dhjetor. Pra të dielën e 28 dhjetorit është shumë e rëndësishme që të dilni në zgjedhje nëse jo në mëngjes së paku paradite për 3 arsye. Arsyeja e parë është që kur të raportohet në mesditë në ora 12 sa është dalja e qytetarëve, atëhere të shihet që ajo është rekord. Se nëse dalja është rekord në ora 12, kjo do të thotë që dhe fitoria do të jetë rekord dhe gjithë ata që e kanë lënë me votu pas dite thojnë nuk po mbetem pakic, po i bashkohem shumicës, fitues vetëvendosja numër 96. Kjo është arsye e parë. Arsyeja e dytë se duhet votoni herët është sepse na e lajmëru plot qytetar edhe në këto zgjedhjet lokale, të cilat e bën Alban Hysenin sërish kryetar të Gjilanit. Pra, arsyeja e dytë është që janë lajmëru qytetarët të cilët na kanë thënë, shkova të votoj, mirë po ma kishin rruve në votimin. Mu desht me shku në një vend këtë tjetër. E paramendo me bo me shku me votu në ora 5 mas dite, edhe me thonë e ke gabuve në votimin, se nuk e ke këshyrë faqen e KQZ-s, se tu kanë rruve në votimin. Me të ndodhë që kjo paradite është makollaj, se shkon mas nejnë mes dite pas dite. Veç me lonë me votu për pas dite, me të pa votu krejt nëse ta kanë rruve në votimin. A mas mirti është, nëse shikoni qysh sonte, ose nesër, ose pas nesër, po gjithsesi para të dielës, në faqen e KQZ-s, se ku e keni vendvotimin. Numrin personal të letërnjoftimit, datë lindjen e juj, edhe ju del ku e keni vendvotimin. Ju lutem kontrollojeni vendvotimin para ditës së diel. Dhe në këtë mënyrë, mos humni kohë të e lyp vendvotimin nëse ja kanë rru. Kjo vlen si për juve banor të Gjilanit, si për juve qytetarët të Republikës, që ju duam fort, jeni bashkëdhetar, e keni ardhur enkas ma herët si vjetë, sepse ju e dini ma mirë se gjithë ne tjerët, se viti ri 2026 janë isë një 3 ditë ma herët se me një januar. Dhe arsye e tretë është shumë konkrete praktike pse duhet të votoni paradite e mas mirë të mëngjes. Se mas dite ju vjena i musafir.
Edhe kur vjen mësafiri mas dite, nësë ju s'keni votu, duhet me nejt me to gjysa e familjes. Vetë gjysa me shku me votu. E neve na vynë me votu krej, prej ati që i bën 18 vjetë me 28 dhjetor, dhejtë ata që i kanë 88, 98, a i 106 mejta, so e keni matë moqme në këtë në gjelan. Andaj, ata që ju vinë mësafir të djelen pas dite, ju e keni kry votimin, për derisa në vend votime në shkolla, komisioneri nëse e ki flomasterin në thu, në gishtin e madh, nuk të len me hy, se thot pas ke votu, ju në shpijat juja, po ashtu si komisioneri, ja kontroloni gishtin, veç nëse ka votu, e leni me hy mësafir. Faleminderit shumë për krejt në mbështetjen e përkrajen që na keni dhënë. Punoni për çdo orë ditë e natë dhe me datën 28 dhjetor, gjithë aktivistat që e kanë organizuar këtë tubim e kanë edhe një detyrë shtesë ta organizojmë festën e madhe të fitories madhe të vetëvendosjes partnerëve të saj dhe të numrit 116. Faleminderit për vëmendje, mbështetje, pjesëmarrje, natën e mirë, miropafshim.